Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju mëngjesorën. Sot është e diel, java e 30 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet të marra nga java 2 e psalterit. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ja tashmë hija natës por Allahet, agimi i dritës në të kuq flakron. Në çdo përpjekje të gjithë le të lypim të plot pushtetshmin. Që hyje i dhimbshëm për ne, të largoj çdo angështi, të na dhuroj shpëtimin, na dhën dhe neve nga mëshira e Atit, mbretëritë e qiejve. Këtë na dhuroft hynia e lumnueshme e Atit, e Birit dhe barazia e Shpirtit Shenjtë, lavdia të cilëve u shtoft në përbotën mbar. Amen. Antifona e parë. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Psalmi 118. Këngëzimi dhe fitarje. Jezusi është guri që ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit, por që u bë guri këndit. Nga Veprat e Apostujve 4:11. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë. Sepse amshuar është dashuria e Tij. Le të thot tash te Izraeli se ai është i mirë. E amshuar është dashuria e Tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit. E amshuar është dashuria e Tij. Le të thon tani ata që e druajnë Zotin. E amshuar është dashuria e Tij. Në vështirësi e thira në ndim Zotin. Zoti më dëgjoi dhe më shpëtoi. Zoti është me mua. Zdruaj se çka më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im. Për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët. I shfarosa me fuqitë e emrit të Zotit. Rreth e përqark më rrethuan. Por i shfarosa në fuqitë e emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër fera. Por i shfarosa në fuqitë e emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar. Por Zoti qëndima ime. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti. Ai është shpëtimtari im. Ja, britma gëzimin nga dënimi. Në tendat e të drejtëve. E djatha Zotit u madhërua. E djatha Zotit më lartësoi. E djatha Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua. Do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd, Zoti më ndëshkoj. Por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hapni dyert e drejtësisë. Dua të hyj e t'i thur lavdë Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit. Në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar. Dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit. Erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë. Sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti. Të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd. Te o Zot jep të mbaren. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyi është Zot, ai na ndriçoi rindituni të gëzuar në rreshtin kremtar. Me rema në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyi im, ty të falenderoj. Ti je hyi im, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë. Sepse amshuar është dashuria e Tij.
Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Aleluja. Antifona e dytë. Ti këndojmë një himn Zotit, hyje ton, aleluja. Kënga nga Danieli profet, kapitulli 3, rreshtat 52 deri në 57. Çdo krijesë le ta lavdërojë Zotin. Krijuesi është i bekuar në amshim, nga Romakët 1:25. I bekuar je, o Zot, hyj etërve tanë. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri i shenjtë i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rrin mbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti këndojmë një himn Zotit, hyje ton, aleluja. Antifona e tretë. Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Hyj i qoftë lavdia në kish e në Jezu Krishtin. Krahaso Efesianëve 3:21. Lavdërojeni hyjin në shejtrorin e tij. Madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të bërisë. Lavdërojeni me harp e me citar. Lavdërojeni me tupan e valle. Lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingluese, lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym, le të lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë. Aleluja. Leximi i shkurtër. Kështu thot Zoti, do të zbraz mbi ju një ujë të pastër dhe do të pastroheni nga të gjitha ndysit tuaja. Do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj. Unë do t'ju jap një zemër të re, një shpirt të ri do t'a fus në ju. Do t'a nxjerr nga mishi juaj zemrën e gurt e do t'ju jap një zemër mishi. Shpirtin tim do t'a fus në ju e do të bëj që të esni urdhërimeve të mia e të zbatoni e të shtini në veprim gjyqjet e mia. Përgjigje e shkurtër. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. I shpallim mrekullitë tua. Dhe thërasim emrin tënd. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Të falenderojmë o Zot dhe thërasim emrin tënd. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Prej së largu me sy të ulur poshtë, tërgambledhsi e rrit e krarorin. O hy, ki mëshirë për mua mkatarin. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshta 68 deri në 79.
Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit. që e pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbetorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shajt, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe për dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja atij e shajt, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shëjtri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti, o djalosh, do të quhesh profet i të Tejtë Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për të vënë e dieni popullin e tij, se hyje do ta shërboj duke ia falur mëkatet e tija, në sajë të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgojnë në pasti për qiellit diellin, për të shëndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Prej së largu, me sy të ulur poshtë, tërgambledh si e rrit e krarorin, o hy, ki mëshirë për mua, mëkatarin. Lutjet e besimtarve. T'ja shprehim lavdin shëlbuesit ton, i cili erdhi në këtë botë, që të jetë hyj me ne, t'i brohorasim. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. O Zot Jezus, dritë që vjen nga lartësit, fryti i parë i ngjalljes së ardhshme, bëj të shkojmë pas teje, që të mos rrim në hijen e vdekjes, por të ecim në dritën e jetës. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Na trego mirësinë tënde me të cilën përmbush çdo krijesë, që kudo dhe në gjithçka ta vërejmë lavdinë tënde. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Mos lejo, o Zot, që sot të na robrojë keqja, por bëj që me të mirë të fitojmë mbi të keqen. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Ti e pagzuar në Jordan dhe je shuguruar me shpirtin shajt. Bëj që edhe ne sot të veprojmë të nxitur nga shpirti shajt. O Krisht, mbreti i lavdis, drita dhe gëzimi ynë. Aty ynë që je në qiell u shejtroft e mnyt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithë pushtetshëm dhe e mshuar, shtoje në ne fen, shpresën e dashurinë, dhe për të fituar çka na premton, bëj të duam çka na urdhëron. Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hyj, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, lutëm së bashku me ju mëngjesorën. Sot është e diel, java 30 e vitit liturgjik C. Juftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programet e tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zëj krishterë në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.